propagandës serbe gjatë luftës Kosovë, që ka qenë një gazetar, Milovan Drequn, që tani është deputet Parlamentit e Serbisë dhe ka qenë kryesues i një komisioni, ai e pranon edhe publikisht se praktikisht të gjitha akuzat të cilat janë ngritur ndaj krerëve të UÇK-s janë marrë nga Serbia. Dhe rezoluta e Kuvendit të Kosovës base është dashur që në mënyrë eksplicite të kërkoj që të hudhen poshtë të gjitha ashtu quajtura prova të marra qoftë nga prokuroria e Serbisë, qoftë nga shërbimet sekrete serbe, por edhe provat të cilat janë dhënë nga dëshmitar jo kredibil, të cilët ato deklarata, ato akuza i kanë dhënë para prokurorisë speciale për ta rregulluar statusin e tyre social në vendet të ndryshme të perëndimit, ose dhe ka të tillë që kanë bërë deklarata për të akuzuar ushtarët e ushtrisë të Kosovës me direktiva të shërbimeve sekrete serbe, por edhe të tillë që kanë synuar ta blejë lirinë e tyre. Për fatin tonë të keq, Serbia ka bërë një punë mjaft fuqishme. Po mbrojtja jonë si ishte në Hag, sepse pam që akuza ishte e njëjtë për gjithë, për çudinë e madhe të gjithëve, po mbrojtja për ju ishte nivelin e duhur. Mbrojtja për mendimin tim ka qenë shumë profesionale, ajo në mënyrë me të argumentuar e ka dekonstruktuar akuzat e ngritur nga prokuroria, sepse është parë që aty ka pasur konstruksione, ka pasur sajesa, domethënë nxjerrja deklarata nga kontesti, ka pas shkurtesa të dhe paraqitje përpjekje për të paraqitur provë diçka, domethënë që është nxjerrë, nuk është lënë tërësia e fjalisë, por vetëm një pjesë në mënyrë që të tingëlloj sa më akuzuese, të them kështu, ose sa më bindse, por që mbrojtja e të gjithë katër protagonistë të kësaj maskarade gjyqësore në mënyrë profesionale ka dekonstruktuar edhe ka demoluar akuzën e prokurorisë. Prandaj, edhe pas fjalëve përfundimtare që do të jipen, besoj që çdo minutë e mbajtjes në burg të katër liderëve të Kosovës do të jetë edhe pa drejtë edhe absurde. Zoti Avdiu, pak ditë më parë ish presidenti Recep Tayyip u shpreh që kjo gjykatë duhet të mbyllet. Parlamenti duhet ndërhyjë në këtë rast i Kosovës, ai që miratoi dhe ta zhbëj. Ju jeni ish deputet dhe e njihni mjaft mirë edhe procedurën atje, edhe kontekstin, edhe situatën e momentit gjeopolitike, pra duke marrë parasysh gjitha rrethanat. A duhet bëhet kjo? Normalisht, po ty të unë, po, nuk do ta pritja orën tjetër. Në këtë orë do kërkoja në instancë parlamentit që të zhbëhet kjo gjykatë, mirë po, mënyra se si është aprovuar, mënyra se si është formuar kjo gjykatë dhe mënyra se si është parapar pastaj që të zhbëhet është bukur e vështirë, sepse edhe është bërë në koordinim në bashkinë ndërkombëtare dhe tani do të jetë një presion i madh dhe bashkinë ndërkombëtare që ky proces të shkojë deri në fund, se nuk mund të ndalet tani në gjysmë të rrugës. Meqense ka filluar procesi duhet të ketë një epilog që për ne epilogu duhet të jetë i qartë që liderët e ushtrisë shqiptare të Kosovës duhet të lirohen, të shpallën të pafajshëm dhe pastaj kjo gjykatë të mbyllet ky kapitull që do të mirret si shembull për të keq në analet e drejtësisë ndërkombëtare. Ju asa kohë keni qenë brenda situatës, zhvillimeve, a është e vërtetë që nëse kishte një presion që nëse nuk do ta miratonte Kuvendi i Kosovës, një gjykatë të tillë do ta miratonte OKB-ja, po mund ta lejonte SHBA-ja në OKB që të miratohej, pra ishte vërtet një presion i tillë atëherë apo përdoret tani për justifikim? Dua të theksoj që në kohën kur është kur janë themeluar këto dhomat e veçanta, unë nuk kam qenë pjesë e parlamentit. Nuk e kam qenë në parlamentit, po të situatës brenda. Për mendimin tim, Këshilli i Sigurimit nuk do të mund të krijojë një gjykatë e cila do të merrej ekskluzivisht me drejtësi selektive.
Sepse kjo gjykatë, në vend se të gjykojë kriminalet e vërtet, ata të cilët kanë ushtruar gjenocid mbi popullsinë civile, ajo po gjykon viktimen. Prandaj, nëse Këshilli i Sigurimit apo OKB-ja do të kishte themeluar një gjykatë, ajo do të kishte trajtuar të gjitha krimet